medito dhe falendero. Prej shkaqeve të lumturisë është që njeriu me qenë falenderues. Medito në mirësitë që të ka dhënë Allahu i lartësuar, mirësia e shikimit, mirësia e dëgjimit, e të folurit, mirësia e qetësisë, e gjumit. Janë gjitha mirësi që të ka dhënë Allahu i lartësuar. Nevojitet që ne të meditojmë në këto mirësi që na ka dhënë i Madhi Zot. Imagjinoje të në mbi 15 vende në Kur'an Zoti i gjatësisë porosit me meditu. Dhe subhanallah, në ditët tona shumë njerëz e kanë harruar meditimin. Pra meditimin që fton Zoti i gjatësisë, me meditu në mirësitë që na ka dhënë Allahu i lartësuar, me meditu në krijesat e Zotit të gjatësisë, me meditu në fuqinë e Allahut të lartësuar. Dhe subhanallah, kjo është prej shkaqeve që të bëjnë të lumtur, të jetosh i lumtur. Mediton mirësitë e shumta e pafundme që të ka dhënë Zoti i gjatësisë. E nëse tregohesh falendërues, Allahu i lartësuar ka për të të shtuar mirësitë. Kështu premton Zoti i gjatësisë në Kur'an.